Devijoj me recetën e bamjeve tani. Një recetë verore, e Stinës, bën shumë mirë për shëndetin. Kemi mësuar prej eksperiencës se si t'i gatuajmë dhe që të konsumohen edhe prej atyre që ndoshta nuk i konsumojmë për shkak të atij xhelit që bamjet përmbajnë apo për shkak të shijes, por ndoshta një mënyrë tjetër e mirë e gatimit na rikthehen te kjo shije. Më pëlqen shumë, edhe e vogël nuk i kam ngrënë, po tani bamjet kanë mënyra të ndryshme faktikisht. Dua edhe ti konsumoj. Gjëja e parë fare, ujë. Uthull. Pak skrip. Ja. Kjo i zbut, ja heq atë pushin. I lëm. Po, sepse kanë pak sa si gjëmba. Po. Si puna e hithërës, vetëm se nuk të djega, bravo. Po. I lë këtu. Janë pak të ashpra dhe kjo gjë, kjo mënyrë i zbut. Shtoj. E para mënyrë. E dyta mënyrë është mënyra më efikase, është që kur i ka urdisim, në tigane nuk i ka urdisim, nuk shtem luk, që të vendosim një përzijem. Ose dyta, mund t'i vendosim në furrë, t'i pjekim pak dhe është shumë e sigur që ato nuk jargaviten. Por, një janë vise mirë, asë nuk e diskutoj që edhe pa të treja këto truke, do t'i nxjerrja ashtu siç duhet. Sepse anvisat shqiptare, zonjat e Ballkanit njihen për një gatim të mirë. Absolutisht. Dhe është e padyshim kjo gjë. Jemi si në garë me një tjetër. Po. Kush e kush t'i bëjmë më mirë? Ose kuzhina e kujt mban erë më të mirë në pallat kur je, vin ato aromat. Ke kënaqësi të dëgjosh ambisat mbas diteve kur dalin nëpër lagje ose kur pin kafen. Kur i dëgjoj që flasin për gatimet, te gatimi? Po ja, ç'është edhe që e pun unë. Me pakës i ndyrë prap. Nuk dua të digjet vaj, por vaj të jetë i ngrohtë. Kam vendosur një qep të bardh, gjys qepe të kuqe. Do t'i shtoj shumë pakës krip. Do t'i shtoj specin djegës, që të marrin ato aromat e duhura. Patjetër tek hudhrat, do t'i shtoj siç janë. Shpesh herë vendoset edhe pa u hequr fare këmishën e... Po, kur e kanë atë lëvozhgën... Po, të trash vendoset. Sepse është... To e kanë... Janë hudhra vëndi, duket që janë hudhra vëndi. Vogla. Normalisht, shumica preferojnë të kenë ato hudhrat të mëdhaja kinezet, sepse duan që... janë danoze, pa ushtrohen për i herë. Po si hudhra e vëndit, si malli i vëndit... Unë shpesher të janë dhe më të lira. Ato janë dhe më të lira, por malli i lirë shet shtëpin. Po. Mendoni që mund të jenë dhe me pesticide, se si ruajnë ato për t'i sjellë deri këtu. Ja. Bëj një përzierje, sikurse shumë pak ujë. Më duhet të jetë deri në gjendjen që sikur fillon e të trashet pak si puna e gelatinës lëngu. Ajo do të thotë që është e duhur. I vë kapakun dhe e lëm që të dhe e lëm në pjesën tjetër që të bëhet. Marr një tigan tjetër. Ndërkohë pamjet kanë prerjen në formën e piramidës, të pjesa e bishtit të tyre dhe jo drejt. Jo drejt, sepse... E para gjë nuk duhet të jetë drejt, sepse fillon dhe jargavitet. Po. Edhe kur vendosim që t'i ngrimë, se tani është dhe sezoni që anvisat t'i vendosim? Anvisat në përgjithësi kemi ato prefse që kemi lapsat. Është pjesa e ngushtë dhe pjesa me e gjërë që janë lapsat që kalojnë për kontur buzësh. Aty po të keni një prefse të re dhe po të vendosni bamjen e voçkël, do të keni një pastrim shumë të durë. Të them të drejtën i kisha bërë në Mondet Asilja, por unë gjita në Grim dhe harrova.
Po thua me prerset e... Thojme një të re, sigurisht Jo ta të thonë me prerset që lapsat, që bëjmë ngrimin, po. Pjesa e gjërë fare, e vendosim dhe kemi një pastrim shumë të duhur. Interesante. Po e kisha në zyrë, ta dhja e kisha si, po e kam të përdorur. Unë e harova se e kisha lartë. E kisha lartë e harova. Atëherë, le të shtoj. Dhe të formën e rumbullakët në formë? Po, të duhur. As të klodhe një fare, as gjë. Shtoj ndyrë dhe disa letra guzhine. Se do t'i thajmë tani, kemi vendosur pra krip, uthull dhe ujë. Që mos kërcasin vaj. Pra, i lëm të qëndrojnë disa minuta, ju në shtëpi edhe më shumë. Pa tjetër, rësë, unë thjesht doja që... Treguam si shembull që të zbusni ashpërsinë e tyre, atë pushin çpues. Ju tashmë e dini që ujin që kemi këtu e marrim dhe e vendosim tek vazot e luleve. Ja, kemi një tharje të dur derisa vaj mos kërcas, i marr dorë. Ne i shtojmë pak krip aty dhe eliminojmë këtë kërcitjen e vajit. Por, nuk është puna, sepse është lakshtia që ka brenda bamja. Dhe kjo e nxit. Kjo shton polemikat. Bamje i ndyrë. Pra tashmë, pra këtë proces e duan, dikush edhe i pjek. Kam parë që tek po dikush bën të zajret, i pjek ose nuk i pjek fare, por siç i kanë, i kalojnë në gjylpër me një thje peri, i bëjnë një rreth aty dhe i vendosin në ngrirjen e qeska. I bëjnë edhe harova ta them se si i bëjnë. I bëjnë varg. Bëjnë një varg. Bëjnë varg dhe i lënë mbajtur për dimër. Po. Ajo është akoma dhe më e mirë, është tharja natyrale, nuk ka më mirë se tharja natyrale. Po duhet thënë që personat të cilët vuajnë nga diabeti, kjo është gjella e tyre e parë në këtë sezon, e para fare, sepse ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjak. Pro i gatuajmë pa mish, dalin shumë të shishme dhe pa mish, jo çdo gjë gatuhet me mish, do mos perimet e stinës tani, i bashkojmë dhe sjellim forma të ndryshme të gatimit. Një listë me përbërësit e recetës tonë, është bërë qepa apo do të shtoj, ju keni ajvar. Përbërjen e ajvarit e dim shumë që duhan specat. Tek speca në shtojmë dhe një karotë e domate, që të kemi këtë ngjyrën e portokallin. Por nuk mjafton kjo, sepse duhet kemi dafinën, piperin e zi. Patjetër që kalojnë në zjerje dhe kemi këtë rezultat. Unë e kam të freskët, gjë që e shtoj direkt tek qepa, sikurse do të shtoj dhe salcën e koncentruar. Për një çik ngjyrë. Dhe i lë të dyja të bëhen në kohën që u duhet, në minutazhin që u duhet. Do të shtoj kripën, sikurse pakës fare piper dhe asgjë tjetër. E ndihmoj me pakës ujë. Tu ka pakun dhe merrem vetëm përse nuk bëj dot herje të tillë të tiganit, sepse krijohen, shkatrohet pjanura poshtë. Kjo bëhet vetëm kur kemi sop gazi. Pres derisa të fillojnë dhe të përthithen të gjitha lëndjet, ja. Po të duam ne, si që kemi shuminë e mund të kalojmë në furrë, po të duam ne. Le të shtoj disa domate, sepse japi një shije më të duhur.
shihet. Jep ëmbëlsinë dhe sheqerin e vet, po. Në fund fare, bëj një spërkatje me bimë aromatike, gjë që akoma nuk i ka ardhur koha, por edhim pak si gjithmonë të trileçja, gjë që i duhet diku te 25 minuta që të bëhet. Trileçja ja shifeni pak rezultatin, është mbushur tava deri në lartësinë e duhur, sepse patjetër nga në rregull nuk e hap. Nuk e hap, jo. Çfarë të shihet dhe të shihet, sepse nëse e hap do të na ndikoj pastaj tek ulja e volumit. Do ta tregojmë pak më vonë edhe procesin tjetër të vendosjes së shtresës së kremit karamel dhe vendosjes pastaj të ujit për ta përthithur ai sfyngjeri i kekut. Tani kalojmë në publicitet dhe bëhemi gati për përgatitjen e gatimeve të tjera. Te bamjet besoj jemi të qartë, shohim edhe një recetë në fakt për ta përfunduar atë dhe pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër të recetave. Gjell me bamje pa mishi, duhem bamje, qep, spec, domate, salcë domate, vaj ulliri, hudhra, majdanos për në fund, spec djegës, krip, piper, izim. Kush i gatuan sot, bamjet ju bëfshin mirë, janë të mrekullueshme.